Falënderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave, paqja, mëshira, begatit, mirësitë e Allahut, bekimet e tij qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me të gjitha ata që ndjekin dhe pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun xhalla xhelaluhu i cili na mësoi sot të vazhdojmë edhe një sunet tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka bërë në Medinën, pikërisht vizitën e dëshmorëve të Uhudit, për t'ju dhënë aty në selam, ashtu siç ka thënë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam selam. Dhe ne qëllimisht sot nuk u gjitëm ke kodra e shigjetarëve në mënyrë që mos besojnë haxhit, se më ungjit atje është për sunetit, ose që mos besojnë haxhit, se nuk plotësohet selami i dëshmorëve të Uhudit, vetëm se duke ungjit atje. Madje edhe kjo ligjërata që ne po mbajmë këtu nuk është ka në origjinë fetare, por se ne themi që kemi ardhur këtu, le të shfrytëzojmë se është një ngjarje e madhe që ka ndodhur në historinë e Islamit, e padyshim që Allahu xhalla xhelalu nëpërmjet kësaj ngjarje, të cilën e ka përmendur në Kur'an, ka dashur t'u japë mësim, jo vetëm muslimanëve të kohës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por muslimanëve derisa të ketë jetë kjo botë. Çdo kodër këtu, kjo që ju e shihni makinën time, kjo quhet kodra ose mali i Uhudit, për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Uhudun min jibal al-janna. Uhudi është prej maleve të xhenetit. Pra ky mal do të jetë në xhenet me shpresën e Zotit, nëse Allahu xhalla xhelaluhu siç na e ka mësuar në jetën e kësaj bote për ta parë, ta shohim xhenetin e Allahu xhalla xhelaluhu. Sigurisht nuk do të jetë kështu. I thatë dhe me shkepa siç është sot, atë do të jetë i spuruar me bukurimet e xhenetit. Mali i Uhudit për të pejgamberit ka thënë, është një mal që i shoh besimtarët dhe besimtarët e duan atë. Pra ai që ka besim, ai që ka iman në zemrën e tij, e don malin e Uhudit. Ai që ka iman e don Uhudit. Po kështu dhe Uhudi i don besimtarët, i don. Po si i don, ai është i ngurt, ai nuk është në jetë. Atë përderisa ka përmend Allahu xhalla xhelalu do të thotë e don. A nuk ishte trung palme, ajo palmë, mbi të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam bante ligjërat. Dhe kur u largu pejgamberi sa them filloi çanta ashtu si çan fëmia për nonën e vet, trungu pemës, si çan. Po këto dhe mali i Uhudit i don besimtarët dhe besimtarët e duan atë. Mali i Uhudit është përmendur edhe një herë tjetër në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shpërblimin që ka namazi i xhenazës. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e fal namazin e xhenazës, Allahu do t'i japë shpërblimin një qirat. Dhe kush e fal xhenazën dhe e shoqëron derisa të mbulohet me dhe, Allahu do të japë shpërblimin në 2 qirat. Dhe një transmetim tjetër të Imam Muslimit vjen shpjegimi i fjalës qirat, dhe thuhet se është tamali i Uhudit me sevape dhe shpërblime. Tamali i Uhudit me sevape dhe me shpërblime. Çka ka ndodhur në historinë e Islamit në këtë vend ku jemi ne sot? Në këtë vend ku ne jemi sot në vitin e 2 të Hijretit. Një vit mas luftës madhe, luftës Bedrit. Deshën qafirat e Mekës të hakmerën ndaj muslimanëve. Dhe deshën që të sigurohej rruga e karvanëve nga Shami në Mekë. Të karvani i qafirave nga Shami në Mekë kalonte patjetër nëpërmjet Medinës. Dhe Medina ishte shteti Islam dhe nuk e lejonin karvanët kalonin për Mekë, se ishin luftë me banorët e Mekës në atë kohë. E të ndakmereshin për Bedrin, se të aty kishin ndruar jetë, pra kishin toft, më mirë me thonë, se të ishin qafira dhe që qafirat kështu si pohat vdekje atyne, kishin ndruar jetë kokat e kufrit, paria ku e qite, që i dojshin të akmereshin, dhe të siguronin anët ekonomike të tyre. Për ka arsye ato nisën nga Meka për të pushtuar Medinën. Dhe deshi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që luftën ta zhvillojnë në Medinë, në qytetin e Medinës. Mirë po siç e dinë gjithë, në kohën e Medinës ka pas njerëz me dy styra, njerëz munafik, që dukeshin si muslimanë dhe në pamjet mbrëmshme ishin hipokrit, nuk besoshin as në Zot as në botën tjetër. Ato dhe rinia e Medinës dojshin që të dilshin mbetej në fushë të luftës, se të shumë prej banorëve të Medinës ju kishte vetë pikë në zemër mos marrja pjesë në luftën e Bedrit. Por sa pejgamberi sa them që ta bëjmë luftën në Medinë, u shfaq një lloj pakënaqësie në zemrat e banorëve të Medinës. Dhe munafikët e Medinës e shfrytzuan këtë situatë
Dhe fillon të flisnin njerëzit derisa pejgamberi sa mundikua dhe sa do dalin jashtë Medinës. Po atje për Medinën e vjetër, Medinën e vjetër është fiks sa është xhamia e pejgamberit ose sot. Unë i xhamisë tjetër vjetër është dera mbretës fes sot. Aty ka qenë birë roj harku pejgamberit ose shkonte dhe relaktohej, freskohej, kur ishte i lodhë, i mërzit shkonte aty, edhe sot dhe kësaj ditë aty është shenja e pusit. Në ka qenë funi Medinës ai vend. Pavarësisht se sot me ngritjen e religjionit e tjerë, ndryshojnë situatat. Për shembull kënë Mekë, Qabja dhe Safaja, ka qenë shumë larg njëra tjetrës. Sahabët kur doishin të fshihesin dhe kur bëshin nga fsheta shkojshin mbi kodrën e Safat, ka qenë shtëpi. Atje u mbështishin dhe nuk ishte njëri, sepse ishte shumë larg Qabës dhe shumë larg Mekës. Ndërkohë që sot nga Qabja në Safa, 1 minutë gjysmë. Është ngritje e religjionit, llakat e tjera. Ka rëndësishme vendosën qafirat, ushtria armike, vendosët ishin nga të palmat atje, në fundin aty në palmave. E që në fundin e Uhudit aty, nga fundin e palmave. Atje ku sot është lagjet të Nasr, më këte i lagjet Nasr. Nërsa muslimat janë vendosën në këta anë këtu. Ka arë pejgamberi s.a.s. drejt, nga xhamia e pejgamberit s.a.s. në Uhud. Pra drejt Uhudit. Është futur mes për mes kopëtëve të Medinës. Sot këtë rrugë që ka pasur pejgamberi s.a.s. e ka të vendosur rruga e mbretërit Feti thon. Shari Melik Fet. Ajo është e njëjta rrugë ka thënë dietar që kanë ndjek pejgamberi s.a.s. për të ardhur në kodrën e Uhudit, vendin e Uhudit. Lidhet ka Uhudi. Po para se me fillu lufta, pejgamberi s.a.s. zgjedh 50 prej sahabëve sigjetar dhe i vendos në këtë vendin e quajtur këtu Jebel Ruman. Kodra, ose mali i sigjetarëve. I vendos këtu në mënyrë që të ruajnë shpirtin e muslimanëve. Dhe lufta u vlen është zhvilluar lufta në këtë pjesën këtu. E që ato pemët atë, nga pemët, ato shtjet e vjetra, edhe drejt tutje deri ke shtylla. Ajo pjesë është vendi ku është zhvilluar lufta. Domethënë këto sahabë kanë qenë vetëm kishin një detyrë. Vetëm një detyrë kishin. Pejgamberi s.a.s. tha, fjalë për fjalë. Rini këto mbi kodrën, mbi këtë kodër. Dhe mos lëvizni, dojeni. Dhe mos lëvizni. Edhe nëse lufta mbaron dhe fillon shpërndarja e plaçkës luftës. Mos lëvizni, edhe nëse shihni se sorrët dhe korbat kanë filluar me i ngrënë trupat tonë. Jo mos lëvizni, këtë detyrë keni. Dhe fillon lufta. Fillon lufta u lezën dhe dihet ndihma e Zotit Xhella Xhelaluhu, me lajket e Allahu Xhella Xhelaluhu, ndihma me njëherë i erdhi ushtrisë muslimane. Përpara se fillon lufta, pejgamberi sa themi ndodh një sprov tjetër. Abdullah ibn Ubej ibn Selul, koka e munafikëve të Medinës, merr 1/3 në ushtrisë e të heq mapsh. Sprovë madhe. Megjithatë musliman vazhdojnë. Në këtë pozicion, në luftë e sipër, takon njëri prej sahabëve Ghaxhain Enes ibn Malik, Enes ibn Nadr quhet. Ky kur nuk prezantoi dot luftën e Bedrit, se ishte i arsyetuar. Edhe u beton Zotin Xhella Xhelalu, tha o Allah, nëse një pjesë që tjetoj edhe një betejë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o Allah ke për pati se çka më bëun. O Allah, ke për pati se çka më bëun. E takon njëri për ta me të ku po shkohen në Ibn Nadr. Pa fillu lufta mirë. Ta fillojnë fillin pa ai punë. I thot më lëra hat po se pasha Allahu në madh e një erën e xhenetit ma tonë Uhudit. Pasha Allahu në madh e një erën e xhenetit ma tonë Uhudit. Ma di njëri për sahabëve radiallahu ta'ala anhum. Kur ju tha pejgamberi sa të mkumu ila xhennetin ardu e samawati wal ard. Kënë ta thash përgatit xheneti gjërësia e cilëve. Gjërësia e cilët është ta gjërësia e sheve dhe topës. Njëri për sahabëve kisa e dyhur më ngoj Uhudit dhe tha bakën bak. Kopja kopë si me thonë. Sa pejgamberi qëtë kjo fjallë, pëse su kështu? Sa pejgamberi nuk ka kohë me i marë uhurë më sa edhe unë. Uhud. Radiallahu ta'ala anhu. Filloi lufta u vlezën dhe qafijat kishin marrë me vete plus mirësive, begative, pasurive të tyre, kishin marrë dhe gratë të tyre me vete. I mershin vazhdimisht në luftrat e tyre dhe i lejshin në fund të ushtrisë. Në mënyrë që t'ishte kjo nëzitje për luftëtarët që më të ktheheshin maks.
dhe mos leqin armikun shkoj ke gjëja më shtrenjtë që kanë mohuar se bota, jeta e kësaj bote. Thonë sahabët radiallahu ta'ala anhum, aq shumë përparoi ushtria muslimane sa që arritin fund ushtrisë. Thotë dhe gjatë qafijave u kemi qëmu nga mapa, thotë në kotrat e Uhudit. Ishim në këtë pjesën këtu, jam gjithë të më thonë, lufta po thuj se kishte mbaruar, tëra. Dhe në kampin e qafijave kishte disa qeta dhe flamuj. Ishte një flamur që nuk ishte vënë punë fare, një qet që nuk ishte fut në punë fare. Ajo ishte qeta e Khalid ibn Walidit radiallahu ta'ala anhu. Pse nuk u fut luft, se kjo është luftë të dështuar, nuk bën me i vran njerëzit kot. Edhe po rrinte me ushtrinë e vetë, kishte zonë atë qetën e vetë, kishte zonë një pozicion dhe po shifte. Edhe syt Khalid ibn Walidi i kishte ngull vetëm në i vend. Ku ishte i vend? Kontra shigjetarëve. Vetëm aty shifte. Qa ndodhi ke kontra shigjetarëve? Fitur muslimon. Po thuj se lufta mbaroi. Dhe fillon muslimon të mlidhnin plaçkën e luftës. To rishishifshin. Thot njoni për atyne, lufta mbaroi. Lufta mbaroi hajde të zbesin. Thot, kryetari i tyne, thot, jo, ne nuk zbesin dot, se të pejgamberi e tha fjallë për fjallë, edhe nëse shifni që ne kemi fitu, edhe nëse shifni që po na hanë korpat dhe thorot ju mos të vizni. Pejgamberi tha, gjon, pejgamberi tha dhe më tha, dhe kishte për qëllim luftën, nësa lufta ka mbaru, që ne që kënë me njerëzit, si theme dhe ne për asaj, për mirësive të Zotit Xhelel Xhelalu. Nuk qëndruan në këtë kohë vetëm se 3 ose 4 veta, se tjerë zbritën gjithë. Muslimanët ishin luftën sipër dhe nuk e dishin se nga bota kinë mbrapa. Atë zbritën. Tani historikë tha, tani filloi lufta. Dhe i ka rënë nga mbrapa Uhudit. Me kuajt arab e kuajt më të mirë dhe kuajt më të shtrenjtë. Do ishte se 10 orë. Me të bëjnë që të për një qaj e kohë, ose 20 minuta, ose 20 minuta, a i ka qenë mas kodrës kështë gjëtarëve. I ka dhe ato që ka gjithë të dhe pasaj e skut muslimanën nga mrapa. Aty është që o ditë lufta. Ka fillu luftimin nga të dyja krahës. U sprovu në sahabët, u sprovu pejgamberi sasem, dhe për këtë gabim, ndruan jetë 7 sahabë, radiallahu ta'ala. Pa i sahabëve më të rëndësishëm në historinë e Islamit. Hamza ibn Abi Talib, Musab ibn Umayr, Abdullah ibn Jahsh, Anas ibn Nadr, e të tjerë për i sahabëve që kishin pozitë të modhe në jetën e Islamit, në historinë e Islamit. E rëndësishme sa për të ditë historinë, përvohet, u hap lajmi të zhva pejgamberi sallallahu dhe mbetën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam disa prej sahabëve. E kanë bërë me shpirtin e vet. Pastaj Zotin Talha bin Ubaydillah, të tjerë prej sahabëve, radhiyallahu ta'ala anhum. E kanë bërë pejgamberin me shpinën e tyre. Dhe stinzat dhe shigjetat janë ngulë në shpinën e tyre. Madje ka pas prej sahabijatëve, prej grave, ku se ka mbulu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka pas prej tyre. A shit në kodrën e ty? O shavun gjithë. është në gjithë pejgamberi pasëm dhe sahabët në të kodër. Kur ditën në një pozicion që pejgamberi nuk mund gjithë i dot, mune sahabiju në krus, dhe rripë pejgamberi në bishminën e ti dhe pastaj në gjithë i disa është gjithë në kodër për të rujt nga sprovat e qafjave. Sprova ishte e modhe, dhe ndodhe a ishte ndodhe. Atëherë, në fund të luftës, sot e Busufjani, sot fitua në idhët ndaj Allahu. Sot pejgamberi sot ka fitua Allahu ndaj idhët. Dhe njës lufta për sëri, morin zemër muslimon, sa do kujtu se ka vdek pejgamberi sa të zuhat lajmi, se ka vdek pejgamberi sa sërëm. Se të panë qafia që u vra Musab ibn Umayr. Dhe Musab ibn Umayr ka qenë më i bukur, për i sahabër dhe më të bukur. Dhe kujtu qafia sa zhra pejgamberi sa sërëm. Zuhat lajmi, u hap fitnja, dhe një pjesë e muslimon do të hoqën, sa u fik pejgamberi sa sërëm, s'ka kuptim o jeta. E rëndësishme filloi prap lufta, qafia ku e pas se muslimon morën zemër dhe morën edhe herë brull, dhe organizuan, u tërhoqën dhe u vendosën në një vend që quhet Hamra'u Asad. Atje ndërtuan kampimin e tyre. Kthehej pejgamberi sa në Medinë dhe urdhëron sahabët, ato që ishin me plan, ato që kishin prezantuar luftën e Uhudit,
ti dojë që ti ishte gjendje aty në të dalën nesër në luftë. Kur marrin vesh qafirat, tash nisë të jam për luftë përsëri, largohen për aty vendi dhe ikin. Kjo ishte ngjarja shkurtimisht. Atëherë ne kthehemi tek urtësitë, mirësitë dhe mësimet që Zoti Xhelle Xhelalu i ka dhënë muslimanëve nëpërmjet kësaj ngjarje. E para mos harro se pejgamberi sa është luftu për këtë fe. Në këtë luftë, pejgamberi sa është qa koka. Në këtë luftë pejgamberi janë thyrë vëmballët. Në këtë luftë pejgamberi sa i është ngulur pashëdhmorja në nokull, sallallahu alaihi wasallam. Sa pejgamberi për këtë fe dhe për të jetuar ne këtë fe që e kemi sot është luftu. Ka dërë gjatë. Kush për nesh ka dërë gjatë për fejnë e Zotit Xhelle Xhelalu. Si sprova që ka kalu me i dashur i Zotit Muhammed s.a.s. Qa sprova që ka kalu ne sot? Vazhdojmë. Një ordër. Nuk e zbatun sahabët e radiallahu ta'ala. Një ordër. Edhe jo se nuk e zbatun se e kundërshun. Po, menduan se pa nuk i qëndruan ordrit ashtu si qishte ordri. Nuk i qëndruan ordrit në kontekstin e jashtëm, por se bon interpretim. Ato bon interpretim, rezultati i saj qishte. Me gjithë të ishin disi të arsyetuar, apo jo vëllezër, ishin disi të arsyetuar. Ne sot, dhe gjendja jonë sot, me urdhnat e Zotit dhe urdhnat e pejgamberit. Çfarë arsye kemi ne që nuk zbatojmë urdhnat e Zotit dhe urdhnat e pejgamberit? Çfarë arsye kemi? Ata e kishin një interpretim dhe ndëshkimi ishte ai 70 sahabë kanë ndruar jetë në këtë vend dhe kanë bërë gjatë. Ata nuk zbatun një urdhër me interpretim, por ne sa urdhër nuk zbatojmë. Pash Zotin menojnë me vetën tate sa urdhnat Zotit dhe urdhnat pejgamberit sa se si nuk zbaton. Që kur them ti, vallai ka përshëllim dhe vetën time, të dy bashkë. Ne akoma sot, o vëllezërit e mi, o motrat e mia, kemi probleme me namazin. Ka njerëz që pyesin, a lejohet me i bashku, a lejohet me i fal ndarkët, po jo si i bëhet, ne akoma kemi probleme me shtyllën e Islamit, që është namazi. Ne akoma kemi problemet mëdha. Ka njerëz musliman që falin 5 vaktet dhe kanë paret në përbanka dhe morin interesa, morin kamat, për cilën Zoti thotë se i ka shpall luftë. Ne kemi problemet mëdha për shembull ka prej motrave muslimane, prej motrave besimtare, që akoma edhe sot e kësaj dite kanë ardhur në Medinë, kanë jetuar në Medinë, kanë jetuar në vendin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë jetuar në atë vend ku Zoti i ka zbritur pejgamberit urdhën e hijabit, akoma janë dyshim ton ta vej apo mos ta vej, atëherë apo vonë. Ka do të thot mami, ka do të thot babi, ka do të thot sisi, po jo si të ndahem nga njerëzit që po të flasin gjithë për mua. Sa probleme kemi ne me veti, duke lënë urdhnat e Zotit dhe urdhnat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa probleme kemi ne në trupin ton, me sytë ton, me veshët ton, me goret dhe me gjuhat tona dhe këtu du të ndalemi tik. Se pasha Allahu në mëllë, nuk e shkatron njeriu vetëm se gjuha e tij, Zoti na ruaj. Nuk e shkatron njeriu vetëm se gjuha e tij. A nuk sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala minaki zalika kulli. Ata tregojnë pas se kush i përmbledh gjitha këto me namaz dhe me agjërime, me zakat, me namaz natë, me sadaka, gjitha të mira. Sa emsi ka lejke lisanet. Ruaj gjuhën tënde. Sa pejgamberi Zotit se ne, Zoti ka për ta marrë llogari dhe ka që flasin, sa veks, ndrofsh jetë, mos pas nona. Ishte një dua që e bëjshin në rap, po nuk ishin për qëllim lutjet kundër personit, pa e thoshin, si fjalë. A nuk e di ti, ta se njerëzit nuk i shkatron dhe nuk i fut në zjarr xhehenemit as gjë tjetër, vetëm se të korrat e gjuhëve të tyre. Sa flasin në haron, sa përgojojnë, sa bëjnë pashëdheme, sa flasin në shpinë tjetërit, sa përqeshin, pashar Zotin e më, vallahi billahi, vjen shumë keq, vallahi billahi, pasha Allahu në më. Vjen shumë keq kur marr vesh se për axive ka njerëz që bëjnë gibet. Vallahi vjen shumë keq kur shoh për axive që përqeshin rrobat e Zotit Xhelle Xhelalu, krijesat e Zotit Xhelle Xhelalu. Vallahi kjo në është një argument
është argument i keq për haxhin tonë. Është argument i keq. Unë nuk them të është pranuar, po nuk është pranuar. Është argument i keq për haxhin tonë. Për këtë arsye o vëllezër e mi, pash Zotin e mos kujdes. Sidomos të jenë Medinë, të jenë vend ku ka jetu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Të jenë në një vend për vendeve të shenjta. Nuk e për ta pas më mundësi ndoshta me vizitu këtë vend. Për këtë arsye do të qenë robi kujdesshëm. An ta'bud Allah ka'annaka tara. Ta adhuroj Zotin sikur ta shohësh atë. Ittaqillah haythu ma kunt. Friksoju Allahut kudo që ti jesh. Mos, kujdes. Kujdes se wallahi billahi thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndoshta thot është një fjalë që nuk i kushton fort rëndësi. Një fjalë që robi nuk i kushton rëndësi. Por zemëron Allahun me atë fjalë dhe zhytesh në zjarr të xhenemit 70 vjet. 70 vjet në zjarr për një fjalë vëllezër. Ne kemi bo haxhin. Nësë avon që do i ke falë gjunohet, dhe du të thotin që ne kemi kësoj për haxhin, si cita që nga ka një zona jonë. Njërë nuk ka kuptim. Që një që ka bo haxhin, boj gabime të tilla që në islam konsiderohen gabime fatale. Se Zoti thot është njësoj, si kur me hongur misin e vlajt tatë, masit këtë vdek, këtë gjallë. Se gjallë të rasë në grusht, plen. Po masit këtë vdek, mene me një vlajt këtë vdek shkojtë e ashtë misit. Edhe kjo është e vërtet, se pejgamberi sa sa mi thaj dite, dy për sahabeve, pasha Allah unë tha, unë e shof misin e ti, ke dhomë të juja. Allah, kjo është abitin sa. Pasha Allah unë tha, unë e shof misin e ti, ke dhomë të juja. Allahu e kërë. Sa nuk është kuptim metaforik, është kuptimi vërtet. A ne me qenë kujdesshëm. Me qenë kujdesshëm o vëllezër me rujt haxhin tonë. Me zbatur në të Zotit. Kur të merr vesh se Zoti ka urdhëruar për diçka, mos e diskuton. Mos u koha, ajo për njerëzit, a jeton për njerëzit apo jeton për Allahun xhela xhelalu. Shumë probleme kemi ne që nuk i lejnë dot për vetëm se për shkak njerëzve. Për shembull, varrezat që rregullohen. Për shembull, dreka e vdekjes. Për shembull, shtatat, pestat, 40-at, 6 mujët. Për shembull, dasmat në harame, me muzikë e me alkool. Për shembull, takimi i burrave me gratë, dhonja e dorës, grave, apo dhonja e dorës, gratë burras. Gjitha e të në probleme që ne i kemi. Dhe e pëse, dikush e dhe i vend shejtoni në të thotë, atë dikush e njerëzit në islam. Do mu bëhuar mbi zemë në xhenemit, ka dhe njerëzit mbi ty. Bëhuar mbi xhenem, që të shkën njerëzit në xhenet. Ata e në arshyetime të shejtanit, Zotin e rrë. Që Zotit ditë i gjykimit ka për të marrë llogari për vetën satës, ka për të marrë llogari për mitet. Ti ke për të ty me qaru njerëzit, me raport qartë. Njët një rast që pejgamberi sa ka bo haram, se të pusin njerëzit në vend e Zotit. Një rast. Atë njerëz ka ndodhur kjo. Edhe nuk duhet ndodhet tek muslimonit. Thuaj më mirë Zotin fal. Oj tobe Zotit, kjo është më mirë se sa të gjesh arsyetimet të shejtanit Zotin na ruaj. Sa të gjesh arsyetimet të shejtanit. Atëherë Uhudi, gjaja Uhudit, dhe e që u ka ndodhur muslimonëve në Uhud, është mësim për besimtarët ditë e gjykimit. Nga Allah. Pra për një urdhër, ikër 70 veta. Pse ndodhë që është ndodhë sot mbi muslimon? Që ka ty të varezët, që bota? Ato kanë vonë një jetë për shkarë, për të uhit. Ato kanë vonë një jetë për të uhit, që më të dhuar vetëm se Allahu xhela xhelalu. Dhe shkojnë njerëzit që vorri i tyne, i bëjnë shok Zotit xhela xhelalu. Pejgamberi sa sahabët kanë vonë gjatë për këtë fe, në të ne kemi dhona si gjallë, edhe në duke që u kemi bërë me gjotë madhe për fejnë e Zotit xhela xhelalu. Të mësime që ne duhet i kemi parasysh nga betejë e Uhudit. Të fiksohet me Zotin xhela xhelalu në çdo detaj tjetër. Dhe ta dim o vëllezër, se kjo fe nuk ngrihet vetëm se mbi supa burrash, mbi njerëz që janë gatshëm, që kur tjetër nevojshëm në dhonë edhe jetë në ty në për këtë fejnë Zotit xhela xhelalu. Nëse ne vejmë ndryshje, kur diskutohet për në i lek, për kontribu, për çështje mirësie. Ne diskutojmë për në i çështje, që mund tjetë çështje shumë e tjetë, por duhet me e bo. Nëse sahabët, kanë qenë gatshëm që për fejnë e Zotit xhela xhelalu dhe për kontribuar për këtë fejnë t'japin jetën në tyne. Pse?
Se sa ato e dishin që ka xhenet. Se sa ato e dishin që ka xhehenem. Ato e dishin që ka jetë varri. Ne nuk e dim. Ja, nuk e dim. Jo po e dim se e ka përmend Zotin ka vallahi billahi. Ta dishet se ka jetë varri. Ta dishet se ka xhenet. Ta dishet se ka xhehenem. Pasha Allahun jeta jote. Dhe sjellja jote nuk do të ishte kjo që ashtu. Pasha Allahun, sikur njerëzit ishin me vërtet besimtar, sigurt se ka botë tjetër nuk do të ishte jeta aty në kjo që ashtu. Pasha Allahun Kudsi do të ishte ndorë muslimanëve. Pasha Allahun Amerikani nuk do të bënte asë që po bën sot në Irak e në Afganistan. Apo ajo që po bëhet me muslimanët e Kashmirit nga adhuruesit e lopëve, apo ajo që bëhet në Filipine, apo atje. Nuk do të ishte kjo gjendje e muslimanëve sot. Po muslimanët sot kanë probleme në çështën më të rëndësishme, që është tauhidi, njësimi i Zotit. Shkojnë në përvarre. A e keni pak e borë pejgamberin se çfarë bëhet? A e keni pak e borë se çfarë bëhet? A e keni pak e borë të çdini se çfarë bëhet? Dervish Hadizeja, Sostatiku, Kifa Shënënoj, Mali Tomorit, këtu atje i bëhet shirk Zotit Xhelalu. E si tani moj Zoti atë popull. E si sjellë Zoti nim me një popull ku i bëhet shumë Zotit. Në gjitha vendet islame është ky problem. Nuk është ashtu vetëm. Në gjitha vendet islame ka probleme të tilla. Atë si është i sigurt se Zoti nuk do ta kthejë edhe një herë gjendjen e Islamit aty ku ka qenë, dhe të kthejë muslimanët e Zotit Xhelalu. Dhe mësimi më i mirë për muslimanët është betejë e Uhudit. Panaj Allahin, panaj o motrajime, mos të harro të ngjarje dhe mos të harro të këshilla. Se pasha Allahun ditë e gjykimit, do të kesh argument kundra vetes save. Nuk mund të ditë e gjykimit vallahi o Zotë nuk e disha. Se s'mund të bësh hile Zotë Xhelalu. Vallahi dikujt për njerëz mund të shpëtosh, pa Allahu Xhelalu nuk i shpëton dot. Nësë Allah me e tali gjinahet, në Zotin Xhelalu, me emët e ti bukur, me atributet e ti plata, në bashkojnë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me sahabët e ti, nësë Allahun që në mundsoj që ta ruajmë haxhin ton, e mos ta prishim haxhin në Medinë. Mos ta prishim derisa të vdes. Amin. Se vallahi ka rrezik në njëri për mes ta prish haxhin deri në Medinë. Zotë na ruaj. Amin. Edhe diçka tjetër o vëllezër kuriozitet. Vorët e sahabëve kanë qenë në këtë pjesën këtu. Kanë qenë vorët e sahabëve. Një po ka ardhur një lugina, edhe në detyru, ka ardhur lugina, 60 vjetë, mas luktës Uhudit, tregojnë sahabët, radiallahu ta'ala anhum. Sot erdhi ujti mas sot, edhe shku me nxjerr vorët e shahidëve, dhe njëri prej tyre ka qenë babai Jabir, Abdullahi, po dhe kemi gjetë sot trupin e ti, ashtu si që kemi varrot ditën e Uhudit. Dhe ka më nëstrigu Shekha Fije në talin, gjamit të jame e sasërën. Sot, dhe ka më nëstrigu sot djetarët më përpara, sa të i kanë lujt vorët sahabët, të i kanë lujt afer, nuk i kanë lujt lërë. Sot, dhe ka më nëstrigu djetarët sot, do më bëhet qarë pa 150 vjetës, 200 vjetës, që një lugini kështë nxjerë prap trupat si që kanë qenë atë kohë. Dhe të regojt e Shekha Fija, sot, bëjshin një kanalizim për punë korrent dhe diçka e tillë, sot, dhe i kanë gjetë trupat si që janë varros në atë kohë, pa prish fare. Madje thotë një rast tjetër, ku kanë dashur ta ndryshojnë prap për shkak të ujit venën, i kanë marrë dietarët, edhe me dietarët natën e kanë bërë punën, domthonë i kanë marrë varret nga aty, në kjo pjesë këtu më afër ndryshimi i tretë, i kanë shkuar vendin ku është aty. Tregoj dhe sheku për një polis këtu, që e thonë se këtu në hon, i kështë dhe gota. Edhe kështë përtu, thonë kush e thonë dhe e ke gjamia pejgamberit dhe ku të gjonë të tjerë, një anca. Se pejgamberit ka thënë, kush varroset në Meshia, sa ke varrezat e Medinës, unë do të jenë ndërmjetësuar se ka Allahu pra atë njëri që varroset në Meshia. Dhe gjithë njerëzit ka për muslimanëve që i lutën Zotin të Zot varrosen në Meshia, dhe ka ishte këtu sa përthejnë e tu dhe e ke gjamia pejgamberit. Me ato shokët e vetë, ja falin gjenozën, edhe thot për e fut ke varrezat këtu falë. Se me ka tërgu shetë. Thot, se sa aty varët, sa vëshli se i shqit një jote, aty janë shpërndarë. A nuk dhjet varët se ku janë me egzaktësi. Pa vëshli se këtu djetarët kanë hartën,
që i kanë përcaktuar. Me për njerëzit e tjerë, pavarësisht se ju shihni gurat aty, nuk kanë gjithë varret aty. Ata kanë vënë vetëm si diçka simbolike. Varret janë shpërndara. Ai duke mos ditë gjë, duke qenë në atë pjesën e masave të gjëra, ignorancë, hapi vën aty thotë këtu s'ka gjë, besoj thotën e fillon me hap. Fillon me hap. Thot godet diçka, po nuk ja vën re. Godet për herë dytë, ishte koma e dikujt, dhe del për aty gjatë. Bën tobe Allahu Gjelle Gjelalu, e mbyll varrin dhe e bie fëmijën tek xhamia e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe ja tregon këtë ngjarje shejkhut. Sepse na ka treguar shejkhu, Allahu përshëron ato dhe neve. Këtë me vullinë të Zotit për shuhadat, jo se ka në hadith, ose në argument që Allah nuk e të trupin e shuhadave, një po kjo është diçka që ka ndodhur, nëse kjo është për shahidët, dakor pejgamberi sa ose ndoshta nuk është për gjithë llojet e filmave, kishme kjo është diçka e bukur, domethënë që në vërtet na ka bërë përshtypje të gjithëve. Gjithashtu transmetohet transmetime të sakta se sahabët në gërmin e Kipër kanë gjetë djaloshin që është vra nga qisatu ashabul ukhdud që ka përmend Zotin Kur'an. Që pasur djaloshin që u gjuti meti Bismillah, Rabbil Gulam, me emrin e Allahut, Zoti i djaloshit që u fut gjithë popullin islam, e mretja popullve zogjit, gjithë, që ka përmend Allahu në surën, se ka emrin e surën, Suratul Buruj. Sot, disa gërmime kanë gjetë djaloshin. Dhe aty ku ai kishte izëm, kishte dorën. Ja kanë lutë gjenozën dhe ka dalë gjatë për i venit dhe ja kanë si dorën edhe i herë dhe ja kanë rivaron. Nësë Allah në i fali gjënahet, nësë Allah në gjëllë gjelaluhu në bëjt e gjënëtive, nësë Allah në gjëllë gjelaluhu që të në i marri shpjetrat shahida. Nësë Allah në i marri shpjetrat shahida. Shqip në mshirë në Allah në gjëllë gjelaluhu. Khalid ibn Walid që u bo shkak që të zhejtë top gjithë sahabe më vonë panon islam. Jo vetëm kaq, po merë emrin shpata e mprehur e Allahut në tokë. Si mshirë në Zotë Gjellë Gjellalu. Si mshirë në Zotë Gjellë Gjellalu. Ka e qishë më të Allahu me rëmë të dhe. E janë e dhe të thotë, ku shkërkot për e Allahu, me sinceritet, se t'ja mori shpjetin shahit dhe vdes, thotë Allahu të t'ja japë ati përblimin e shuhadave. Nësë Allahu që të i mori shpjetat shahida. Nësë Allahu që të i mori shpjetat shahida. Nësë Allahu që të i mori shpjetat shahida. Që të mori zotë shpjetat shahida të boj gjihad. E gjihadi me rësishëm e gjihadi me vetën sate. E u pullu qawli hadha. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. الله يشكرك تدمير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Shpërndani si mas çdo të shtonë pejgamberi sa ose dilte në Kuba, i falte 2 rekat namaz në xhamin e Kubas dhe pastaj vizitonte paraqisin e tij sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa ose ka thënë kur del nga shtëpia e vet ose nga veti ku jeton dhe na abdes dhe vjen në Kuba i fal 2 rekat namaz nafile, Allahu Gjelle Gjelalu do të japë shpërblimin e ummes të plotë. Kjo është xhamia e Kubas. Xhamia e Kubas është xhamia e parë që është ndërtuar në historinë e Islamit. Xhamia e parë që është ndërtuar në historinë e Islamit është ajo xhami për cilën Zoti Gjelle Gjelalu ka thënë në Kur'an: "Në mesjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi." Xhamia që është ndërtuar mbi bazat e devotshmërisë meriton më shumë që të falesh në ta. Sigurisht, xhamia e Kubas ka dhe një histori tjetër në historinë e Islamit, ose ka ndodhur diçka tjetër në historinë e Islamit, që ne muslimanët duhet marrim një mësim të rëndësishëm. Ka qenë sahabët radhiyallahu ta'ala anhum duke fal namazin e ikindis në xhamin e Kubas. Dhe ka kalu dikush dhe ju ka thonë njerëzve që ishin namaz: "Dëshmoj se e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u fal nga Qabja." Se musliman një vit e gjysmë janë fal nga xhamia e Kudsit nga Jeruzalemi.
Do me thonë, muslimon ka qenë duke falë nga kjo ana këtej. Ka qenë duke falë nga kjo ana këtej. Dhe ka kalu dikush dhe ka thonë që muslimon të duke falë nga qabja dhe siç kanë qenë namaz. Pra në këtë anë janë kthe 180 gradë në këtë anë. Imami ka kalu mes safeve, ka dalë imam nga ana tjetër dhe muslimon janë kthe nga ana tjetër duke zbatuar këtë urnën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sikur të kishte ndodhur kjo ngjarje me ne për shembull. Ne kishte thonë dikush që gjë duhet me ndryshu kiblën. Më i mirë për njerëz do të kishte thonë çfarë ndoshta rrej ky që ka folë këtë fjalë. Më i mirë për njerëz do të kishte thonë po ta marrim këtë namaz, pastaj shohim. Ato sahabët radhiyallahu ta'ala anhum kanë qenë njerëz që kur gjoshin diçka ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk diskutojshin. Namaz ka ndryshu drejtimin 180 gradë. Çfarë bindje në fjalën e Zotit dhe në fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kishte jo më kot Allahu xhalla xhelaluhu i zgjodhi këta njerëz për të qenë shok pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kështu duhet të jetë shembulli i besimtarit. Po Zoti, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Është pa mundur thot Allahu, është pa mundur. Pa një njeri që ka iman, një njeri që ka besim, një që beson Allahun në botën tjetër, është pa mundur thot Zoti për një besimtar dhe besimtare kur marrin vesh se Allahu ka gjykuar diçka, ka vendosur diçka, të kenë ato të drejtë sjellin diçka tjetër. Është pa mundur. Kështu do të jetë shembulli besimtarit dhe besimtare. Dhe vesh të Zoti ka urdhëruar për diçka, ose pejgamberi thosën ka urdhëruar për diçka, nuk kanë më drejtë në mendu. Siç është tek bindje. Po Zoti dhe lëzëdanu për besimtarët Semirna wa ata'na. Dëgjuam dhe u bindëm. Ta ne nuk e kemi thjesht dëgjuam, njohuri, kështë njohuri, po dëgjuam dhe u bindëm. Sepse kjo është devotshmëria. Ajo dije që të thonë se ju friksu Zotit, dhe ju bind Allahut, dhe ju bind pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është dije e suksesshme. Dhe nëse njeriu vetëm merr dije mëson kulturën e tij, është tamam si puna e çifutëve, cilët e dishin vërtetën dhe nuk e zbatojnë. Pa ky është mësimi më i madh që do të përfitojnë besimtarët nga ardhja e tyre në Kuba për debatin dhe shpërblimit për cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe me shpërblimin e umrës. Në dyra kanë namaz, besimtari e me shpërblimin e umrës shumë plot. S'ke nevojë me thonë në bejk Allahumme, s'ke nevojë me vesh e hrama, s'ke nevojë me rujt popën. A kupton sa mirësi dhe begati të mëdha na ka dhënë Allahu xhalla xhelaluhu? A kupton sa ne jemi neglizhent ndaj falënderimit të Allahut për mirësinë që na ka dhënë? Falënderojmë Allahu xhalla xhelaluhu, i cili na ka udhëzuar në këtë fe, se pasha Allahun, mos ishte mirësia e Zotit, begatit e tij, ne nuk do të ishim të udhëzuar në këtë fe. Allah e shpërblet më të mirë, inshallah e shpërndajmë për të autobusën, për shkutek dëshmorët e Uhudit, inshallah taala. Allah